Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë në hapësirën e ekspertit. Kam nderin dhe kënaqësinë, siç do të thonë, kem në studio zotin Kujtim Hoxha, ekspert pensionesh, por jo vetëm. Zoti Hoxha, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje. Do të flasim sot për një klauzol, ligjit 7/2025, që ju e keni kontestuar, gjithashtu keni shkuar edhe në gjykat, e keni çuar edhe në gjykat këtë ligj, lidhur me vitet e punës, për moshën nga 14 deri në 18 vjeç. Dhe po më sillet një krahasim për ligjin 169/2019, i cili merr parasysh dhe është kompetent për vitet e punës që nuk njeh për shkak se dokumentacioni është djegur. Tani po më bënit një krahasim, na e shpjegon më gjerësisht për qytetarët. Atëherë, të gjithë qytetarët që kanë punuar në për ish kooperativat bujqësore, ndjekin rrugët për njohjen e këtyre periudave kur nuk ka dokumenta. Dhe këtu të grupara kemi ato ish kooperativa bujqësore të cilat ju mungon krejtësisht dokumentacioni, për arsyet nga më të ndryshme, edhe një grupim tjetër të ish kooperativave bujqësore të cilat janë të deklaruara të djegura, janë të vërtetuara, të denoncuara, të provuara me dokumenta që janë të djegura. Çfarë thotë ky ligj, që është njihet si ligji me numrin 169 të vitit 2019? Ky ligj parashikon që kur në ish kooperativat bujqësore janë zhdukur dokumenta si rezultate zjarreve të kanë, pra janë të zhdukura, ndjekin një procedurë të cilën është e ngjashme me procedurën e ligjit 7/2025. Pra kërkohen dokumenti që ke mbaruar shkollën 7 vjeçare ose 8 vjeçare, siç ka qenë në kohën e vet. Një dokument që nuk e qenë i dënuar dhe dokumenti tjetër që provon që në periudhë që kërkon njohjen e periudhave të vjetësisë në punë, ke qenë me gjendje civile në atë territor. Pra duke provuar këtë, njihet periudha e punës që nga mosha 14 vjeç e lart. E njëjta gjë duhet të ndodhte edhe për ligjin 7/2025, sepse ç'ndodh me ligjin 7/2025? Ligji 7/2025 kërkon pra njohjen e periudhave të punës për të gjithë ata qytetarë që kanë punuar në ish kooperativat bujqësore, po që nuk ju mungon dokumentacioni këtyre ish kooperativave dhe ndjek rrugën për njohjen e këtyre periudhave duke sjell në vëmendje ato me dokumenta që nuk ka qenë i dënuar, ka qenë njëkohësisht edhe banor në atë territor dhe njët që nga mosha 18 vjeç. Këto kanë një konflikt, po e njëjta procedurë, vetëm atje janë të djegura vërtetohet, ndërsa këteja për ish kooperativat e tjera bëhet fjale për atë që nuk janë të djegura, po ju mungon dokumentat. Pra shtetit i mungon, si në këtë rast edhe në atë rast. Arsyeja pasaj është, njëra është për djegjen e dokumentave, ndërsa për periudhën tjetër, për kooperativat e tjera që ju mungojnë dokumentat, për shkaqe nga më të ndryshme. Dhe këtyre ja njohin atë vjetësinë e punës që nga mosha 18 vjetë e lartë. Ka një konflikt këtu, duhet të ishin një lloj këtë. Po tani, të gjithë qytetarët që kanë vite pune nga mosha 14 deri në 18 vjeç, mund të përdorin ligjin 169/2019? Po se përdorin, se nuk janë të djegurat, vetëm kjo e ndryshon. Dhe është kontradiktore, bile edhe parlamenti se si i ka ndërtuar këto ligje kështu në mënyrë konfliktuale, se ka të bëjë me interesat e të gjithë qytetarëve këtu, edhe në këtë rast nuk ka një logjik, sepse ajo që do të përdore si argument për të nxjerrë këtë ligj, do të ishte ligji i kohës, dhe ligji i kohës i lejonte, ligji Kodi civili asaj kohe lejonte që në ish kooperativat bujqësore të punonin qytetarë që kishin mbushur moshën 14 vjeç. Pra këtë duhet përdorin edhe në këtë rastin e ligjit 7/2025 për të sjellë edhe qytetarët të barabartë përpara ligjit, se janë të barabartë apo. Një pjesë trajtohen me ligjin
169 dhe quhen të ligjshme, ndërsa ata që janë me ligjin 7 2025, edhe këta quhen të ligjshme, po diferenca është në moshë. Pra ju mund të drejt për njohje vjetësie pune 4 vjetë secilit. Dhe këtu ka një përshtjellim. Mua më erdhi një qytetar nga Berati, më ka ardhur disa herë faktikisht, ja aplikova unë, dhe këtë radhën e fundit ishe një çike i ndinjuar e shikova unë, sepse thosh ato dokumentat tona janë të djegura ata, po të djegura po unë nuk shikoj në këtë listë se duhet në atë listë që ka parashikuar qeveria, atje mund të kenë ndodhur vërtet, ashtu si shpërndan qytetari, po nuk mund ta aplikonte me ligjin 169/2019, po me ligjin 7. Dhe kështu ka shumë njerëz që janë në këtë dilemë dhe me të drejtë ata pyesin pse nuk na trajtojnë një lloj njerëz. Qoftë edhe në mënyrë të gabuar, po duhet të ishin një lloj në trajtimin e qytetarëve. Nuk trajtohen një lloj dhe kjo, si thua, ka krijuar një anomali. Jo vetëm në zgjidhjen e këtyre probleme, po edhe në përshtellimin e situatave të qytetarëve të ndryshëm, të cilët duke mos i kuptuar këto tamam vinë vërdall dhe pastaj nuk din si ta zgjidhin problemin. Bjen e viktimja, erdhi me gjithë se erdhi në zyrtime, e sqarova këtë, më shumë se mirë duke e sqaruar, mua më duket sikur duhet ta fitonja unë patjetër me ligjin 169, po nuk e ke në listë më djalë. Duke mos e patur në listë ti nuk mund ta aplikosh dot. Po vetë ligji e ka sjell këtë situatë të pakëndshme në fakt, në këtë drejtë sa njerëzit të mos orientohen dot në zgjidhjen e problemeve të tyre. Kjo më ka rënë në sy, si dhe vazhdojnë qytetarët të pretendojnë, kam patur jo më pak se 5 raste ditën e pardjeshme, ditën e shtunë, që qytetarët të ndryshëm vinin për bonusin. Thoshte e ka marrë në janar, se ka marrë në shkurt, mars, prill. Thoshte, po më sill atë letrën e shikoj, ja ku e ke marrë. Jo, mor jo, thoshte. Kryeministri tonë e ka thënë tamam, marr 8.000 lekë në janar, në shkurt duhet më bë 2 fishi, marr 16, edhe me radhë se kur do të vite unë që të marr 400.000 lekë pasaj pas 4 vjetë. Po ti bëhe sapet shumë nga 800 e nga 800, vetë tamam unë me 400.000 lekë pas 4 vjetë. Pra, është llogari gabim. 800 lekë është 800 lekë çdo muaj, jo. Kështu që shumica e këtyre, jo se janë bërë gabime, tilla kur janë në dhënë këto, që janë privuar nga e drejta, por një pjesë e mirë e tyre nuk e ka kuptuar akoma që ajo është një bonus i përmuajshëm që e merr 8.000 lekë çdo muaj, po jo duke i mbledhur këto nga 8.000 nga 8.000. Mirë, faleminderit për sqarimet, zoti Hoxha. Ne do të presim telefonata për pyetje që mund ketë publiku. Numrin e telefonit e keni të afishuar në ekran, për këtë moment e keni të hapur për pyetje që keni për zotin Hoxha. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Doja t'i bëja një pyetje Po. Ekspertit, specialistit të pushës. Po. Nga kryeministri u fol. Nuk dëgjohesh mirë, zotëri. Nga kryeministri i Shqipërisë Po? u fol që do hiqesh bonusi për pensionistët vjetor dhe do shtoheshin pensionet çdo muaj. Tani na del jo çdo muaj, po çdo janar. Pra, nga janari në janar tani, nuk ka më shkurt, mars, prill. Pra, viti ka 1 muaj, nuk ka 12 muaj më për kryeministrin. Tani, presin pensionistët nga janari në janar, ata i kanë tirë në mura, janë sot që mese. Çfarë ndodh? Çfarë eksperimente po bëjnë? Kjo është pyetja. Faleminderit për pyetjen zotëri. Atëherë me të drejtë juve ngrini këtë shqetësim që sapo e folëm neve, pra edhe juve si duket jeni në, nuk po të them që është ndërtuar mirë apo keq ligji, po të them si është ndërtuar dhe çfarë efekte kanë në qytetarët. Ligji ose vendimi i Këshillit të Ministrave faktikisht është 828, e cila parashikon sipas këtyre grupeve shoqërore, unë po marr vetëm njërin nga këto për ta ilustruar.
pikërisht ata qytetarë që kanë pensione të pjeshme. Dhe sipas këtij vendimi, qytetarët fitojnë 800 lekë të rinj, 8.000 lekë të vjetër, por të mos e kalojnë shumën e 220.000 lekë. Kështu është përcaktuar në këtë. Dhe fiton këtë të drejtë, e merr këtë bonus ose këtë kombesim, më mirë të themi, për 800 lekësh që nga janari deri në fund, deri në dhjetor. Nëse po themi që një qytetar ka patur në dhjetor të vitit 2025 pensionin 150.000 lekë, ai do marrë 150.000 lekë në janar dhe këtë 8.000 lekë. Pra do marrë gjithsej 158.000 lekë. Në shkurt, këtë do marrë prapë, nuk është se do të mblidhet kjo 8.000 lekë dhe të themi në shkurt bëhet 16, në mars 24 e me radhë. Pra, pensioni ti që nga janari deri në fund të vitit 2026 do tjetë 150 plus 8.000 lekë. Kur verë në sportel, kaj do marrë 158 çdo muaj. Kjo është. Efekti është 8.000 lekë çdo muaj. Në qartë. Mirë, faleminderit zoti Hoxha. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po zonjë, urdhroni. Jam një mësuese e datindjes 26/8/1964. Të lutem ngrihe pak zërin se nuk dëgjohesh mirë. Atëherë jam një mësuese e datindjes 26/8/1964. Po. Dua të di ku më bie për dalë në pension dhe një pyetje tjetër është sa vite duhet që të dalë në pension të plot dhe në qoftë se më duhen 6 muaj apo një vit, si veprohet? Faleminderit, këtë kisha. Atëherë si pyetja që bëri zonja e datëlindjes së gushtit të vitin 1964, ajo i lindë drejta për dalë në pension kur të mbush eksakt moshën 62 vjet, pra në gusht të këtij viti. Për këta i nevojiten vjetërsi pune 39 vjet pune, nëse e ka bërë shkollën e lartë të këtë bërë ditën, me shkëputje nga puna, asaj për efekt llogaritjes së pensionit edhe kohë e kryerjes së studimeve të larta i llogaritet vjetërsi puna, dhe nëse nuk plotson, si për t'i kthyer përgjigje për pyetjen e fundit, nëse nuk plotson 39 vjet, çfarë mund të bëj? Për periudhat që ka bosh, që mund t'i ketë bosh dhe logjikisht mund të ketë bosh më shumë se një vit e ca, sipas asaj që tha, ajo ka drejta të periudhë që ka bosh ta blerë, pa plotësuar moshën 62 vjet, pra në këtë kohë derisa të dalë koriku të themi, ajo duhet t'i blerë ato 6 muaj sa ti nevojitet si sigurim vullnetar. Sigurimi vullnetar bëhet nga vetë fjala vullnetar, duhet paraqitet në sigurimet shoqërore të rrethit ku ka banimin zonja, vetëm me librezën e punës dhe kartën e identitetit, pra me librezën e punës, ose edhe fotokopja të librezës së punës, që të mos ketë në një alternativ tjetër që të paguajë periudat siguruara, pra të blerë ato, prandaj nevojitet edhe librezat, për të blerë periudat që i ka bosh, prandaj duhet librezat, se ajo nëse është e sigurt edhe vetëm me kartën e identitetit, paraqitet aty litin kontrata e cila lidhet brenda 2-3 minutave aty, e kanë të gatshme ata, japin një urdhër veprimi ato të sigurimeve shoqërore dhe bëhet pagesa në bankë, brenda 2-3 ditëve ajo idet në sistem dhe quhet periudhë e siguruar dhe e plotësuar njëkohësisht për qytetaren që të arrijë atë sigurimin prej 39 vjet që i nevojitet për të marrë pension të plotë. Nga qartë, mirë. Faleminderit zoti Hoxha, presim tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Zotëri ose zonjë, jeni drejt për drejt. Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes dhe përshëndetje. Përshëndetje zotëri, urdhër. Unë dhe thjesht deshta të bëjë një pyetje. Po. Si ka mundësi që në pensionet me këto pensionistat e pjesshëm, plus që i marrin pensionet e vogla, që i kemi pru
nuk janë plotësuar me një ndërmarrje, po janë plotësuar dhe në atë për një pjesë në kooperativ, një pjesë tjetër këtej, edhe nuk jemi të pensionet e pjeshme, edhe nuk ka rritje. Këto që kemi vujt më tepër, kemi marrë ditë në punës më të dobët, që edhe minjerat nuk kanë vujt sa kemi vujt e kooperativës, nuk kanë shtesa. Këto thonë e kanë mirë bollë, ata që kanë marrë 400 të ushtohet 5.000, këto që janë të 230 që 220 nuk duhet më kash. Atëra si pas kësaj, më tepër ishte një pak si vrejtje në lidhje me ndërtimin e këtij vendimit qeverisë, e cila trajton qytetarët si pas grupeve shoqërore, të cilët marrin pensione të pjeshme. Ata që marrin pension të pjeshme pavarësisht se ku kanë punuar në kooperativë apo në shtet, ose një pjesë në shtet edhe një pjesë në kooperativë, duke futur këtu edhe sigurimin e bujkut privat i cili zgjidhet shtet, nëse s'kan plotësuar vitet e punës që janë parashikuar në 92 të ligjit 703, atyre, si pas këtij vendimi, ju takon të marrin atë 800 lekshin, dhe 800 lekshin e marrin si rezultat i këtij vendimit qeverisë, po me kusht që të mos kaloj 220.000 lekë. Pra, do ta marrin atë 800 leksh. Megjithatë, duhet të thënë këtu që ky vendim i qeverisë ka përjashtuar mbi 40% të qytetarëve që duhet të trajtoheshin, pavarësisht nga ato, ashtu duke vënë atë kufizimin nga lart, janë përjashtuar jo më pak se 40% të qytetarëve, gjë që s'është e drejtë, dhe këtu futen jo vetëm ata që marrin pensionet ulta, po futen njëkohësisht edhe qytetarë që marrin mbi 40.000 lekë, të cilët nuk përfitojnë 8.000 lekë. Nuk përfitojnë atë 8.000 lekshin, pavarësisht se një pjesë ata që marrin pak thonore, por çfarë duan këta, se marrin 40.000 lekë, pse të marrin? Jo, është e drejta, jo vetëm morale, po është edhe drejtë ligjore, sepse edhe parimi i bazë ndërtimit të skemës sigurimeve shoqërore është që kush paguan më shumë, duhet marrë më shumë. Këtu s'merr fare ajo që paguan më shumë. Kjo është një dilemë e madhe që ka lindur dhe është konstatuar nga gjithë njerëzit, edhe nga qytetarët që i marrin ato përfitime. Sigurisht qeveria kur ndjer vendime shikon edhe reagimin e qytetarëve dhe atë, si të është, objektivat që ka parashikuar vetës dhe dërku arrin ky vendim. Edhe ma mendje nuk ka nxjerrë një vendim që të plotësoj vetëm 60% interesave të qytetarëve, po ligji parashikon zakonisht që të ketë mbi 95% të interesave të qytetarëve. Mund të ketë përjashtime gjëra të vogla, po jo në këtë mas, 40% është shumë, që gati 280 ose 300.000 qytetarë shqiptarë të përjashtojnë nga kjo skemë. Mirë, faleminderit për shpjegimet, zoti Hoxha, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, urdhro. Dëgjon? Po, dëgjoni. Je drejt për drejt, zotëri, jepi. Jam një pensionist. Po? Kam mbushur moshën e pensionit, marr pensionin, po kam paguaj edhe këto të sigurimet shoqërore pra se kam aktivitet privat. Po minjem këto se jam 71 vjeç tani. Atëre, pavarësisht se ju pyete, nuk e bet tamam duke dhënë informacion, po unë të nënkuptova. Jo. Ja të temon, si e kuptova. Juve deri në moshën 65 vjetë, ju ka lindur e drejta për të marrë pension dhe pensioni tuaj është kualifikuar duke marrë në konsiderat periudhën e punës që ke realizuar deri në moshën 65 vjetë. Ndërsa për punën që juve kryeni aktualisht mbi moshë 65 vjetë dhe sot që je 71 vjetë, kjo periudhë evidentohet si punë e kryer, sepse ligji i sigurimeve shoqërore parashikon dhe nënkupton që quhen periudhat vjetërsie në punë ato që janë nderdhur kontributet, dhe juve në këtë rast i keni paguar, sepse nuk u lejohet të zhvilloni aktivitet pa paguar sigurime shoqërore. Tani, për këtë është bërë një projekt ligj
e cila ndodhet në për zyrtarët e parlamentit për të vlerësuar në një periudhë të dytë vitet e punës që janë punuar mbi moshë. Kur të dalë ajo për të gjithë janë rreth 110.000 qytetarë shqiptarë të cilët marrin pension edhe punojnë, si puna juaj edhe timja, kështu që si të bëhet për të gjithë, do bëhet e për juaj në një periudhë të dytë. Aktualisht, juve ju lejohet të mini edhe pensionin edhe të punojnë, po duhet paguani sigurimet që të zhvillosh aktivitet. Faleminderit shumë. Pra, edhe punon? Edhe dhe të kontribut. Po ky kontribut dhe të si është njëjtë. Kjo pjesa që çfarë paguan nuk njëtë ma, Nuk është njëjtur dhe tani, është bërë kërkesë me forcë që të njëjtë kjo periudha mbi moshë. Si do bëhet për të gjithë, po sa do bëhet edhe për zotrin. A qartë. Mirë, faleminderit zoti Hoxha, presim i tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Dua të pyes Po. avokatin se ai ma gjallë ta pensionistët dhe ta falenderojnë gjithë kjo sidomos kanë lejuar me këtë program. Dua të them se ky faqeziu që drejton i bën të gjitha gjërat për interes të tia. Marrim këto pensionet tona, unë për vete merja bonus, e kupton, tani veç bonusi tani bëri shpërblimet në punë për vete me radhë. Unë jam i pjesëm dhe ai e di që gjithë Shqipëria është e pjesme. Ai me këtë fjallën e pjesëshme e kërkon të manevroj për të mos i paguar këta ditëzinjt që votojën. Se vetëm pensionistët dhe gratë me atë që ka atje poshtë atë të Facebooku, faqeziu ka kacut. Tani të lutem, unë dua ajo shkrim ndaj njerëzimit dhe ky avokati vërtet të dua avokat për të hedhur në gjyqë vëlla, se mua më takon që është fjalla e pjesme. Po e është e pjesme, më marrë me përqindje, do më thënë se në gjithë botën, hyp të pjesme në hektare, nuk marrin dot, prandaj është e nevojshme. Unë do e në gjyqë dhe i ti drejtojmë avokatit, o avokat. Zoti Hoxha është ekspert. Unë të më vish avokat që është dhe përfaqësi me fjallën e pjesme, ai na heq Të kuptuam, dëgjoje zotin Hoxha tani. Faleminderit për telefonatën. Të kuptoj, faleminderit për telefonatën. Sipas shpjegimeve të qytetarit, që ishte mëse i qartë në lidhje me atë që shprehte, unë duhet të them vetëm se qeveria me këtë vendim Këshillit të Ministrave që kanë nxjerrë 828, pavarësisht se një pjesë jo të vogël i ka përjashtuar nga drejta për të përfituar këtë, edhe sikur t'i merrnin të gjithë qytetarët këto pa kufizime, çfarë do të zgjidhe me këtë vendim? Kjo është thjesht për t'i shtyrë në kohë dhe për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve, sepse duke shtuar nga 6.000 lek invalidët, 8.000 lek pensionet e pjeshme, 7.000 lek ato pensionet familjare dhe 18.000 lek ato që janë mbi 220.000 lek, po që janë me vitet plota dhe në 400, nuk është zgjidhje e sistemit sigurimeve shoqërore. Ajo është një mballom që u vjerë këtyre dhe për të futur në anarshi, sepse vetë ligji është të shkruar në mënyrë të tillë, thotë, cilët kontingjente përfitojnë. Do me thënë, ti ke përjashtuar që këtu në fillim, që në të shprehur, ke përjashtuar një pjesë, pra nuk i ke marrë këta seriozisht për t'i trajtuar pensionistët. Dhe nëse vjen me këtë program, që është program ku vete as gjikundi, duke shtuar nga 6.000 edhe 8.000 lek, edhe sikur tjetë këtë dhe në vitin 30, ai ju shton pensionistëve nga 8.000 lek, 4 vjetë, 32.000 lek. 32.000 lek. Ai ka 150.000 lek, të themi për shembull. Merr 190.000 lek. Çfarë do të bëj me 190.000 lek? Pra, në analizën që i bëhet zbatimit këtij vendimi, po dhe ligjit sigurimeve shoqërore në total, duhet shikuar se ku vete, ku është pritshmëria dhe
cilat janë ato, si thua ato ndryshimet që do të jenë në interes të qytetarëve. Unë nuk shikoj asgjë nga këto dhe siç duket Edi Rama si kryeministri i Shqipërisë, po edhe si atë suitën që ka rreth rrotull, ai nuk ka nxjerrë një ide që të ketë një ide të tij, po edhe të këtyre të tjerëve që e mbështesin, për të nxjerrë skemën e sigurimeve shoqërore nga kjo prapambetje, nga kjo vështirësi që ka. Nuk e nxjerr, s'ka as ide dhe as dëshirë për ta bërë këtë. U bën 14 vjet. Po çfarë themi ne? Ne për ditë themi që qytetarët po të kemë 15 vjet dalin në pension, pleqëria po, janë vite të mjaftueshme. Atëherë ky 15 vjet i bie 16 vjet me këtë mandat që ka. Domethënë jetën e një qytetari të cilin ja ka ngrënë në shpirtin me këto veprime, me këto sofizme, po them unë, po në ekonomi nga këto, që të nxjerrë idera ky edhe këtij ka ardhur koha të largohet me çdo kusht. Qoftë edhe me ato që nuk pranojnë demokraci, ky duhet largohet me çdo formë dhe mënyrë, sepse kështu nuk mund të udhëhiqet një popull që në 1/3 e tij, siç janë pensionistët, t'i abandonosh ti, të tallesh, të bësh ato tavolinat e stisura duke marrë njerëz nga patronazhistët dhe nga anëtarët e Partisë Socialiste për të treguar atë. I ka ardhur koha që jo vetëm të largohet, po kushdo nga qeveritë që do të vijë të nxjerrin minimumin etik dhe të përgjigjet qytetarëve, sepse është detyra e qeverisë për të mbrojtur interesat e pramshëm. Shumë faleminderit zoti Hoxha për gjitha sqarimet dhe kontributin tënd vazhdueshëm. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.